Ne s'marrim pjesë në një votim të tillë të imponuar, as nuk propozojmë komision, ne do t'ju vëzhgojmë. Zoti Kurti thash edhe në takimin më herët, nuk keni drejt në mes të votimit me ndryshu formën e votimit. Prej kur ka kuvend, edhe para shpalljes pavarësisë dhe pas shpalljes pavarësisë, kjo është e paprecedent, nuk ka ndodhur. Sikur të kishit vendosur në fillim, ndoshta do të ishte e pranueshme. Kjo nuk është e pranueshme. Ju ftoj që mos ta thelloni krizën, po të dilni nga kriza, sepse ju takon që ta propozoni dikën që për një me marr vota dhe ju e dini që ka në mesin e juj të tillë. Andaj, mos e thelloni krizën, zhbllokojeni, sepse nuk meritojnë qytetarët e Kosovës për shkak të tekave tuaja me kthy kuvendin në cirk. Ju edhe mund ta impononi në mënyrë arbitrare, për mes kryesuesit që po e keq përdorni në çdo seancë për çka ndjej keqardhje për te personalisht, nuk keni drejt, as sekretariati s'ka drejt me i ndëgju edhe me ju bind kërkesave të paligjshme ju kushtetuese, por votat që si keni të hapun në mënyrë transparente, qysh doni me i bon në mënyrë të msheft, apo mendoni që ka ndaj pazar për cilin ju e dini ne tjerë se dim që është në kutinë e votimit, ju s'keni të drejt. Ju nëse doni me thellu e thelloni tutje. Ju dini që po krijoni precedent antikushtetues. Dini që në rastin e pamundshëm që e keni edhe me kalu, që kjo ju rrëzohet në të ardhmen. Po s'është qëllimi jon as me kriju rast kushtetues, as po dojmë me çun gjykatë kushtetuese, mos u friksoni. Por nxjerrni një kandidat që ka lënë. Do t'ja përkujtoj se debati nuk ka në seancën konstitutive. Ne s'marrim pjesë në një votim të tillë të imponuar, as nuk propozojmë komision, ne do t'ju vëzhgojmë dhe do t'ju shohim e do të bëhemi dëshmitar për shkak të qytetarëve që na kanë votuar në këto ulse të këtij cirku që po doni me e bë, por vërtet është fyrje për këto qytetarë që ju kanë votuar juve, kjo sjellje dhe kjo çësje edhe kjo tallje me kuvendin e Republikës.